Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërin, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV-ja, ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, për të nisur ditën e sotme këtë maraton të gjatë, për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit, edhe dinamikat, por njëkohësisht edhe pikpyetjet që kanë filluar tek publiku shqiptar, për raportin e çiftit më të komentuar dhe më të dashur, i cili u krijua brenda mureve të shtëpisë së Big Brotherit. Kam marrur shumë mesazhe edhe në profilet e mia zyrtare duke më pyetur shqiptarët, fansat të Gjestit edhe të Eglit për dashurinë e tyre. Në mungesë të transparencës të çiftit, normalisht krijohen hamendësime të ndryshme që Gjesti edhe Egli munden të mos të jenë bashkë. Unë kam krijuar një përmbledhje të situatave për të arritur të kuptojmë se si qëndron marrëdhënia e tyre. Çifti i njohur edhe i dashur për publikun shqiptar, Gjesti dhe Egli, të cilët dikur u cilësuan si një histori dashurie, për t'u marrë shembull, sot po bëhen qendër e një vale të madhe spekulimesh. Pyetja që po i mundon të gjithë është kjo: apo kalojnë ata një krizë, apo ndoshta janë ndarë pa bujë? Ndërkohë që asnjëri prej tyre nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare, fansat e vëmendshëm kanë filluar të bashkojnë puzzle-in përmes një sër shenjash që ka nisur të shfaqen që prej disa muajsh. Këtu po rëndisim një kronologji të detajuar të ngjarjeve dhe dilemave që kanë ngritur alarmin për një ndarje të mundshme. Do të nisim me pikpyetjen e parë: mungesa e postimeve të përbashkëta. Fillimi i dyshimeve. Në fakt, dyshimet tek shqiptarët ka nisur që nga ky fakti. Pse Gjesti dhe Egli nuk postonin në rrjetin social të tyre Instagram, përse nuk po bëjnë lajka mes njëri tjetrit? Ky është një dyshim që i çon shqiptarët që të mendojnë se Gjesti dhe Egli mund të jenë në ndarje. Në fillim të vitit 2025, ndjekësit filluan të vërenin, apo më konkretisht pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit, se në fillim të vitit 2025 Egli dhe Gjesti, le të themi, u njohën më shumë me njëri tjetrin, një mungesë të pazakontë të postimeve të përbashkëta nga një çift që ndante rregullisht, domethënë në Big Brother, momente interesante, darka të bukura, që ndronin të dy së bashku, jepnin emocione, kur dolën jashtë shtëpisë së Big Brotherit nuk kanë lajka. U prit që Gjesti dhe Egli të vazhdojnë të ndajnë një fotografi së bashku. Më kujtohet momenti kur Egli dhe Gjesti ishin në after party dhe nxorën një postim në Instagramin e Egli, që Egli tagoi Gjestin në story, por nuk u postua tek Gjesti, shkaku sepse Gjesti nuk e kishte celularin, dhe kjo i vuri një pikpyetje të madhe marrëdhënies së tyre. U tha që çifti ka qenë shumë mirë, por më pas u vurën në dyshime pse nuk postojnë asnjë lloj fotografie. Dhe çuditërisht nuk është për të befasuar, sepse Gjesti tha që unë kam përzgjedhur që të jem jo lidhjen time me Eglin, domethënë duke e quajtur partnere, ta bëj publike, dua ta mbaj lidhje private. Të paktën kështu ka thënë Gjesti, dhe ndoshta është tipi mashkulli që preferon më shumë të mbaj lidhjet private më intime. Unazat e martesës, mungesa që flet më shumë se prania. Në disa foto dhe video të fundit në rrjetet e tyre sociale, të dy janë parë pa unazat e martesës. Kjo është një shenjë simbolike që shpesh interpretohet si treguesi një krizë martesore. Gjesti u pa unaz në një video promovuese në Instagram ditëve të fundit, ndërsa Egli postoi një selfie ku ndjekësit menjëherë vurën re se gishti i saj ishte bosh. A është kjo një vendim i ndërgjegjshëm, apo për të shmangur thashë themet, apo një shenjë e qartë që diçka nuk po shkon mes tyre? Tani, unë nuk mund ta quaj këtë unazën e martesës, sepse Gjesti dhe Egli nuk është se kanë patur akoma një martesë mes njëri tjetrit, domethënë kanë qenë një çift i cili përjetoi një dasëm brenda shtëpisë së Big Brotherit, le ta quajmë një dasëm fiktive. Egli gjatë kohës se ka mbajtur unazën, dhe në ditëlindjen e Loredanës, në një selfie që Egli kishte bërë, e vërejtëm që Egli kishte hequr unazën, dhe kjo nënkupton që Egli dhe Gjesti
me patjetër që ndoshta janë duke mbajtur në dilemë publikun se çfarë po ndodhen me marrëdhënien e tyre, çfarë po ndodhen me jetën e tyre. Kjo është një formë e marketingut, jam shumë i bindur, që ta mbajmë publikun aktiv. Kjo është një formë e marketingut dhe kjo është mënyra se si Gjesti dhe Egli të komentohen. Më pas është asnjë ndërveprim në rrjete, heshtje që flet shumë. Një tjetër element që ka shtuar dyshimet është mungesa në çdo ndërveprimi mes tyre në rrjetet sociale. Për një çift që dikur përfliteshte që do të mbajnë një Instagram, që do të komentojnë shumë, që do të përfliten shumë, sot nuk ka asnjë like dhe asnjë gjë. Postimet e fundit të Eglit nuk janë pëlqyer nga Gjesti dhe kështu ana sjelltas nga ana e Eglit. Kjo heshtje ka filluar të shqetësoj fansat që i kanë ndjekur në çdo hap të rrugtimit të tyre bashkë. A është kjo thjesht mungesë kohe apo një ndarje emocionale që po ndodh në sfond? Do me thënë, asë nuk po bëjnë asë një like mes njëri tjetrit dhe dyshimi i lajkave është shumë i madh te publiku se përse, për shembull, Gjesti dhe Egli nuk preferojnë që të ndjekin me like apo të postojnë të bëjnë like në përpostimet të njëri tjetrit. As Egli nuk i poston posterat e Gjestit në Instagramin e saj, por as Gjesti asgjë nuk i bën Eglit, në këtë rast me like. Ndërsa duke u bazuar në interpretime që kanë patur në portokalli, u kry çdo sen, nuk u kuptua se si u tha, u kry çdo sen për të mbyllur marrëdhënien e tyre, apo u kry çdo sen sepse ka filluar gjithçka dhe është finalizuar çdo gjë. Së fundmi Egli ka postuar disa story dhe statuse me citate që ndjekësit i kanë interpretuar të lidhura me një ndarje ose me një proces emocional të vështirë. Gjithashtu të bazuar edhe në për intervistat të tipit që u kry çdo sen. Dhe kjo në fakt është pikpyetja e madhe që ka të bëjë me marrëdhënien të çiftit. Pasi që u dëgjua atje edhe nga Gjani Demika, i cili tha që në takimin e dytë unë e pash Eglin dhe Gjestin shumë të ftohtë, do me thënë që e prisnin Eglin të shkon në SKP, por Egli nuk shkoi. Unë nuk ma merr mendja se Gjesti dhe Egli janë ndarë, sepse Gjesti kishte vathi në vesh të Eglit në Austri dhe vetëm aty është ajo simbolika që çifti është bashkë. Mos të shkojmë direkte te ndarja, nuk kemi një prenoncim të tyre. Egli është shumë e lumtur, është shumë e kënaqur, duket, do me thënë që ka një ngritje shumë të madhe në artin e saj skenik, ndërsa gjithashtu dhe Gjesti ka një sukses të madh në artin e tij. Le të presim që të marrim një konfirmim zyrtar nga vetë çifti, me patjetër që ne na shkon mendja gjithandej kur shohim që Gjesti nuk i pëlqen foton e Eglit, kur Egli nuk i shkruan një koment Gjestit, ne jemi mësuar që çiftet publik t'i shohim të dy së bashku, por nuk ka një konfirmim për një ndarje, sepse tashi nëse Gjesti është ndarë nga Egli, për shembull as Blerina më nuk bën postime për Gjestin, nuk bën lajka për Gjestin dhe nuk do thotë kjo që Gjesti nuk flet me motrën e tij. Unë mendoj që Gjesti dhe Egli janë që të dy së bashku nga puna e vathit, do me thënë që e kanë Gjesti vathi në vesh, dhe kjo është një arsye që Gjestin e bën që të jetë më i komentueshëm, por unë besoj që çifti është bashkë.